Se mundohen me bo gjithë shka, veç për me u bo viral. Apo kuptan? Po, tash platforma dhe aty nga është. Okej, ata e kanë marrë qatë formë. Tash ndrysh është për neve që kemi qenë ma heret me një reality show, na njem publiku edhe na s'kemi nevoj me bo skandale për me na njoft ata. Se na njohin. Më falë, përfundoje se... Adin nuk po folio në kështu bash për na i kanë kështu, po qysh e kom pa. Unë për veti s'kom pas nevoj me bo na i skandal për me u bo viral në TikTok. Për kontra zi s'kom do është heq me u bo viral, veç më kam bo edhe vazhdojnë me më bo edhe kanë këshyrë me ma uli marketing mazhin. të keq. Kësi sen apo din. Marketing të keq nuk ka, karbani ecën. Po dhe po, adin mase për folet për ty mirë është, si mirë si keq, kur folin për ty ose mirën me ty mirë është. Të kjo pjesa që tha, tiktokerat e ri bojnë ai skandal përveç për me dhez, edhe që shë the, ju që jeni kanë reality show, nuk keni nevoj me bo skandale, a mojina unë e kum pas shumë kolegë këto po thamë, që i ke pas në reality show, që çdo skandal të mundër e bojnë live, veç për me dhez. Hiç më herët u përmend është një. Sameti i ke hek vetlat. Sameti i ka hek, tash po folim bashkë për Sametin, se nuk foli shumë për ta. A i ka hek vetlat edhe në mision, do me thonë, nuk o një pari që i kanë gjyros flokët e bardha, që gjyrosin tash edhe na për Big Brother tjera, edhe ka hek vetlat. I pari o kun. S'po m'interesan mua për din me përmen, po i pari o kun që i kanë gjyros flokët e bardha dhe që i ka hek vetlat edhe në mision. Së është në i sen që e ka bo adin që se ka bo në emision, ose e ka bo diçka tre në TikTok. Që ato sene i ka bo edhe në emision. I kena pas bilet dënime, apëdin, sfid, t'javes. E ku janë për shembull që ato personazhe që në formatin saj është, për mendimin tamaj nuk është reality show, se ju nuk keni jetu 24/7, ju keni dalë, keni shiju jetën, jeni kanë kamera 3-4 orë. A ki këshyrit s'maj homin të se kena jetu në mbrana atë? E qysh po thu s'kena jetu, kërë na kena jetu 24/7 atë? Ti ke qenë edhe në i s'maj homa, po,